Leon Hyseni thot, më ka shti me punun Bon Vivan, mos e përmen Bon Vivanin, se Aniva dhe Albini e përmeni prom. Margarita Kryziu thot, unë e kom votu VV-n që një 8 vjet, amo kandidat ma dobt kur nuk ka pas VV. Mbrom Albin Kurti, në mënyrë jashtëzakonisht poshtër, dule tha që për Uronin e pat. Lokali që e kishtë emrin Bon Vivan, e pa t'ju vronë 2 veta. Unë gjithë VV kom votu për Prishtinë, po për Prishtinë Uroni më i miri është e jo ai Çeko. Hajrullah Çeku. Çeku. Nëse ftyrën për Çeko ka, si do qu. Qytetarët e qyteteve tjera që pothuajse 3 javë e kanë pas rastin, mundësin, privilegjin, mallkimin me i pa kandidat për kryetarët komunës tëne të ju përballë me njëri tjetrin në 2 televizione, në 3, në 4, në 5. Domethënë ka pas më shumë debate se sa ata kanë pas mundësi me i konsumu. E vetmja komunë, i vetmi qytet që edhe matutje nuk i ka pa në përbërjet plot, krejt kandidat e qytetit vetë, ty përballë me njëri tjetrin, është komuna Prishtinës, është kryeqyteti. Keni përpjekje në Klan, ajo deshtoj për shkak se aty nuk shkoj Hajrullah Çeku. Nëse ftyrën për Çeko ka, si do qoftë. Edhe sepse vetëvendosja nuk shkon në Klan, po më nej, dikush shkon. A shpëtimi shkon. Nëjse, s'ka lidhje. Mirë po, ajo që ka përduket interesant është një garë që nuk është mo, qysh më thonë, nuk është mo një garë vesh në mes vetëvendosjes edhe LDK-s. Qëre, në javën e funit, muni me dit pak a shumë kush prej kujna o katutët. Se këto tash janë taktika elektorale. Në momentin që e sheni, njonin kandidat ose njonin parti të imshu njonit ma shumë, dije se qanej o ka dënë me vu theksin. Mbram Albin Kurti, në mënyrë jashtëzakonisht poshtër, dule tha që për Uronin e pat. Bollë urt ka nejti ngrati, kur si ka përmen. Bilem ka shku nerva. Edhe dule tha, në lokalin e ti tha, jënë vra 2 vetë. Në fakt, njeri nga ta, jo fort moti, ja ka bën jetë mirë Prishtinës. Kjo ishte atëherë kur e mbylli lokalin e ti që i shëndrun vend krimi. Qatë punë ka botë mirë. Lokali që e kishtë emrin Bon Vivan. Bon Vivan dhe me thonë, aj që rënën mirë, aj që ka jetës të mirë, pa t'ju vronë 2 veta. Tash, me konë kryeministër, me pos policin, me pos ministrin e brendshëm, me akuzu një lokal, që ka kanë vrarë 2 vetë, me akuzu pronorin e lokalit, që ka kanë vrarë 2 vetë në lokal, kjo është sikur me thonë aty në QKU, që ka pas shkua e ka pas vrarë atë grun atje, me akuzu drejtorin e QKU-s, pse në bërë QKU-s o vrarë, që ka pak janë katutën, që Uroni dhe më shku në balotazh para Hajrullah Çekut. Po kjo javë është shumë e gatë, janë edhe 2 debate, edhe Uroni e ka një trajektore të mirë, po rritet, ka shku gatit e 30%. Ata 2 janë 31 dhe 34, që aty. Edhe pse marja e gabimit është plus minus 3%, pra të 3 janë ngarë. Unë e bona një pyetje, po më interesën, nëse s'jeni halo, bënë pjesë e grupit tam në Facebook, e bona një pyetje aty, thash, tregoma një arsye të qati jam në Facebook, në Messenger. Thash, tregoma një arsye pse e voton për parimin Uronin, Hajrën, Bekën ose Besën. Pra, vesh një arsye, kallëzoma pse që ky bën. Interesant. Mas shumë të feedback ku marrë për Uronin. Rashid Bega i thët, Uroni e ka fushatën më të mirë si në TikTok, si në Facebook, si live. Njëri më i vërtetun dhe nuk ka kundër kandidat serioz. Avdyl Reza thët, Uroni du të mja dhon shansën krejtje na pajtu që e meritën. Ka merë qaka. Që kjo ke interesant, që të në fakt po i dham Albinit.
Unë gjithë VV kom votu për Prishtinë, po për Prishtinë urani më i miri është e jo ai Çeko. Ardian Hajdari thot urani, Kaltrina Krajkova thot se është ma cool sekret edhe i din hallet tona, ka fjallën për uranin. Kamershala thot urani, Arnold Korenica thot urani kandidati më i mirë në historitë kandidatëve për kryetar të komunës Prishtinës. Margarita Kryziu thot, unë e kom votu VV-n që një 8 vjet, ama kandidat ma dobt kur nuk ka pas VV. Kështu që i vetmi opsion po metet urani edhe po besoj që ka me fitu. Sa mirë pyetja o konë për tonë, dhe më thonë kanë mujtë më komentu edhe për tjertë, edhe nuk më me manipulu, se më një mi pa edhe ju këtu. Samir Hamdiu thot, urani ka të regu që është menaxher i mirë sa ishte ministri i shëndetësisë, është të vërtetja për menin edhe shtë uranit. Po përsëris, nuk ka kandidati jam i preferu urani, e kom thonë edhe ma herët. Arsim Januzi thot, Urani Ismaili se është i vetmi kandidat serioz në Prishtinë. Bekim Nika i thot, urani është njëri pej neve, edhe s'po she onra si tjertë e puna kërka veç vizatime. Muhamet Demolli. Përparim Rama në krahasim me dy tjertë është më i përmbushën edhe projektet e filluara duhet ti përfundoj, ka dosh më thonë. Merita Dushi Beseliza thot përparim Rama dhe pik. Nexhi Sadiku thot tjertë e kanë kesh përdor, po më duket veç urani o met me u provu. Bajram Sinoni thot, valla jasnjoni nuk janë për mashallah, kryetari i Prishtinës duhet me pas këllçe dhe diuni. Bedrit Ahiri thot, sepse ka program, po se ka kallzu për cilën e ka fjalën. Granit Haliti thot, e kom votu për parimin, po shumë pishman jam kësaj here uranin. Fitim Aliu thot, sepse është personi më i përgatitur për Prishtinën, për parim Rama. Adil Gashi thot, përparimi me gjithë pengesat edhe problemet që pati punoj më shumë se qeveria në shumë fusha. Abedin Hasani thot, urani ka punu në Ministrisë së Shëndetësisë dhe ja kena po hajrin krejt plus përparimi ka rajt shumë. Kandidati VV-s nuk është i duri, zgjidhja vetme po met urani. Fahria Ele thot, Urani Ismaili është i fjalës, duhet me testu me 4 është i fjalës. Recep Osmani thot urani, Jusuf Ismaili thot, uranin tek e funit e provojna PDK në Prishtinë. Është hera e parë nëse urani shkon në ballotazh, PDK ka shku në ballotazh në Prishtinë, ka shku Fatmir Limaj me Isa Mustafën, po panej rezultati përfundimtar konë larg prej se bani koalicion PDK në atë kohë me OKR-n. Në fletore dilke që e mujnë Isën, po OKR-ja me gjithë atë shka i ka profesori, ka Isa Mustafa. Pra këtë herë PDK po do këtë pak më afër. Recep Osmani thot urani, Jakub Gashi thot uranin, sepse në kohën kur kon ministri i shëndetësisë bani ndryshimet mëdha. Ja u kalon Amel si ministri i shëndetësisë Dreqi. Naim Krasniqi thot përpa, vazhdimi i projekteve Prishtina ndryshon veç me përpën. Leon Hyseni thot, më ka shti me punun bën Vivan, mos e përmend bën Vivanin se Aniva edhe Albini e përmendin prom. Për çata? Uranin thot sepse u kon ministri më i mirë i shëndetësisë që e ka pas Kosova. Getori tha. Krishnik Selmani mendoj që i ka ardhur koha Uranit, ka tregu që mundet me punu sikur Ministrisë së Shëndetësisë. Xhavit Çoçaj thot urani. Nexhat Aliu thot përpa zotëri kryetari përgatitën. Edhe i funit thot Shpetim Fevziu thot urani se është super njeri edhe politikan shumë i